Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punojësve të mediave në Maqedoninë e Veriut merr pjesë në proteste në mbështetje për rritjen e pagës minimale, por dhe të gjitha pagave të punëtorëve në vend. Sindikata konsideron se pjesëmarrja në protestën e thirrur nga Lidhja e Sindikatave është një mënyrë dinjitoze për të treguar nevojat e punëtorëve. Ata thonë se arsyet për këtë vendim janë të qarta, veçanërisht në industrinë e mediave, e cila vitet e fundit ka pësuar rënjet e vazhdueshme të ardhurave të punojësve të angazhuar në media si dhe të kushteve të punës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë miratoi pas 18 orësh në seancë plenare aktin normativ për buxhetin dhe 13 projekt ligje. Me 85 vota pro miratua dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët. Ligji shoqërohet me masa mbrojtëse për sigurinë e gazetarëve, duke dënuar ata që i kërcënojnë apo dhunojnë për shkak të profesionit. Ministri i Drejtësisë Lamallari cilsoi një shembull të diskriminimit pozitiv që shteti ka ndaj medias. Socialistët u shprehën kundër propozimit të Partisë Demokratike që të hiqet shpifja si vepër penale për të gjithë qytetarët shqiptar. Ndryshimet në kodin penal parashikojnë edhe burg deri në 1 vit për ata që parkojnë makinat anës rrugës kur pengohet, qarkullimi autoambulancave, zjarr fikseve apo operacioneve të policisë së shtetit. Të gjitha të ardhurat që nuk janë shpenzuar nga institucionet shqiptare për vitin 2025 do të kalojnë në llogarinë e pensioneve. Vendimi është marrë me një akt normativ të Ministrisë Financave. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malaj vlerësoi se me këtë akt siguruan mbështetjen e shtresave më në nevojë, siç janë familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike apo personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët. Për vitin 2025, mbështetja buxhetore për familjet që kanë përfituar ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar, arriti në vlerën 25.6 miliard lek apo 256 milion euro, përfshi këtu dhe fondin për bonusin e fundvitit. Ndërsa për kategorinë e pensionistëve, që përfshin bonusin plus indeksimin, fondi buxhetor u llogarit në rreth 120 milion euro. Partia Demokratike kritikoi qeverinë se nuk është aftë të menaxhojë financat publike dhe të çojë paratë e shqiptarëve në drejtimin e dur. Vitin e shkuar, si pasojë e mos realizimit të planit të investimeve, ajo ka realizuar një suficit që përllogaritet në 600 milion euro. Pra imagjinoni qeveria qëndron mbi 600 milion euro, të cilat për hir të disiplinës fiskale, ironike kjo, nuk kanë vajtur atje ku duhet shkojnë, në investime për ekonominë shqiptare. Nga foltorja e kuvendit, Endo Bozo nënvizoi se me aktin normativ 54 milion euro janë të kategorizuara si shpenzime qeveritare dhe 40 milion euro të akorduara për alt kontrollin. Sipas Bozdos, to financat do të shkojnë për të përballur pagesën prej 120 milion euro për qeverinë shqiptare, që Edi Rama personalisht detyrohet të begetit. Me qeverisjen tuaj, atje ku sot ka një tender, ka një hajdutri. Ku ka një prokurim publik, ka një grabitës. Ku ka një ligj, ka një hapësirë të dakorduar me qeverinë për evazion fiskal. Ku ka një inspektoriat, ka një bandë gjobvënse e cila nuk ndalet derisa të marrë plaçkën e saj. Çdo qelizë shtetërore nuk është më vetëm e korruptuar, është e kriminalizuar. Këtë e kanë kuptuar mirë 1.1 milion shqiptarë të cilët ikën sepse nuk kanë këtu dhe nuk gjejnë më asnjë shpresë për të ardhmen. Rritet dhënia e kredive në Kosovë. Për vitin 2025, bankat komerciale kanë dhënë rreth 2.68 miliard euro. Në këtë mënyrë është shënuar një rritje prej 3.8%. Krahas asaj, norma efektive e interesit për kreditë e reja ka shënuar një rritje nga 6.1% në vitin 2024 në 6.4% në vitin 2025. Të dhënat tregojnë se sektori bankar në Kosovë ka një rritje të qëndrueshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.